që hunë një mandat. Atere, kalojmë pak të qarku i Fierit, i cili është një qark shumë interesant, betejë pritet tjetë shumë e forte për shkak dy drejtuesve kryesor politik që janë drejtues kryesor politik edhe në Tiranë, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Edhe këtu i kemi bërë njëtën pyetje, pyetja fillestare është votoni më shumë kandidatin apo partinë, edhe këtu shikojmë që më shumë pra votojnë partinë. Dihet që qarku i Fierit është një qark ideologjik i majt. Pra le të themi edhe votuesit e djathtë edhe aty janë ideologjik, pra janë më pak se të, po janë një bërtham e fortë e të djathtës, temi tradicionale, të përsekutuar, të internuar etj, pra janë një bazë e mirë, pavarësisht që kanë qenë gjithmonë më pak. Por mos harrojmë që në 2021 ama, pavarësisht që Partia Demokratike dhe aleatët e saj humbën zgjedhjet, rezultati i qarkut të Fierit në vitin 2021 ka qenë një surprizë. Rezultati ka qenë gjithmonë, këtu Partia Socialiste ka luajtur duke fituar gjithmonë për mandatin e 10, por për arsye që socialistët vetë nuk para kanë qef të titon, në qarkun e Fierit dhe mos në zonën e Lushës pati një rënë. Kjo bëri që socialistët që zakonisht fitonin 10 mandate, praktikisht morën 9. Ndërkohë që demokratët cilët zakonisht marrin 4 deri në 5 mandate, morën 6. Zakonisht këtu demokratët kanë marrë 4, por kësaj dhe LSI-ja ka marrë 2. Po në 2021 ndodhi një anomali. Pra, po LSI-ja ka marrë gjithmonë 2 mandate në Fier, ka gjithmonë për 2 mandate në Fier. Po ndërkohë anomalia ishte që themi LSI-ja këtu në vend 2 mandateve mori një, pa anomalia më e madhe ishte pikërisht që socialistët humbën një mandat. Dhe rezultati është ky që pra ky ka qenë nga rezultatet më të mira ndonjëherë për Partinë Demokratike dhe aleatët e saj. Pra nëse ti mbledh edhe në përqindje, shkuan gati 44-45% dhe morën 7 mandate si opozitë. Pra ky ka qenë një rezultati më i mirë historik ndonjëherë i armiqëve dhe kundërshtarëve të Partisë Socialiste në vitin 2021. Po si paraqitet situata në vitin 2025 mbas sondazhit të Andriy Çerke dhe ABC News. Ta shikojmë pra, kjo është tabela. Kjo është tabela e Fierit. Tu shikojmë pra që Partia Socialiste shkon në 57, janë gjitha rezultatet maksimale. Rezultatet të detajuara do t'i gjeni në faqen në apznews.al, por rezultatet maksimale janë këto: 57.3% për Partinë Socialiste, 39.2% për Partinë Demokratike, ama plus Partinë e Lirisë, pra Partia e Lirisë është këtu brenda. Shqipëria bëhet 3.5%, Mundësia 1.7%, 1.7% Koalicioni Euroatlantik, 1.3% PSD-ja, 1.1% Lëvizja Bashkë. E thënë këtë, asnjë nga partitë e vogla këtu me këto shifra nuk prodhojnë asnjë mandat. Dhe të gjitha këto përqindje do të shkojnë partisë më të madhe apo Jolandi. Po, sepse Partia Socialiste nga 52% po marrë mesatarën, ka shkuar në 55%, pra është rritur 2% në po marrë. Atëherë regjia, nëse mundeni, lutem na nxirrni në spider 2021-shin dhe këtë hartën time këtu. Ndoshta Ana Shmeja nxirrni 2021-shin dhe këtu e mbajmë me hartën që po vizatoj unë. Për treguar ndryshimet në bazë të sondazhit që ne kemi bërë krahasuar me vitin 2021, e keni votimin e 2000, ashtu, bravo. Atëherë si shikoni edhe nga ekrani në vitin 2021, shikoni që nga 44% që ka Partia Demokratike plus Partinë e Lirisë, tani është në 39.5%, pra ka humbur gati 5 pikë. Ndërkohë që Partia Socialiste nga 52.7% ka shkuar në 57.3%, pra diku te 4.5% rritje. Tani, ndoshta këto janë gjithë vota që kanë shkuar nga e djatha në të majt, apo janë vota të LSI-s, kryesisht Martin që këtu shkojnë majtas, pasi le të themi edhe LSI-ja, sidomos në këtë qarkun e Fierit, ka qenë agresive, por ka qenë gjithmonë, ka votuar LSI-n, pra nuk është një parti që ka shkuar, votuesi që ka shkuar te PD-ja. Ka rënë